Zheneta e nxjerr në foto më në fund partnerin e saj të vërtet. Finalistja e Big Brother VIP Kosova, Zheneta Fetau, po shijon pushime në Dubai me të dashurin e saj të ri, i cili është njohur me inicialet RA. Dysha ka zgjedhur një nga destinacionet më të vizituara Dubain për të kaluar disa ditë romantike së bashku. Pamjet që ata kanë ndarë në profilet e tyre sociale flasin shumë për kimin në lidhjen e tyre që duket se është në rritje, ndërkaq që Zheneta ka ndërruar gjithmonë pushime në një vend egzotik si Dubai, ku janë duke eksploruar bukuritë e qytetit. Ajo që ka marrë më shumë vëmendje janë postimet e tyre të përbashkëta. Ato kanë treguar se po kalojnë shumë mirë bashkë, teksa u pëlqejnë të ndajnë edhe momente të lumtura e bashkëpunimi midis tyre për një përvojë të shkëlqyer. Djegësit kanë filluar të spekulojnë edhe për marrëdhëniet e tyre, teksa kanë analizuar pak më thellë Bishën për të njohur stilin e saj të jetesës. Pseudonimi Bisha është profili i tij në Instagram, teksa fansat e kanë zbuluar se partneri i Zhenetës nuk mban një emër dhe mbiemër në rrjetet sociale. E duket se pas gjithë kësaj, Zheneta ka vendosur që t'i njoftojë të gjithë fansat me partnerin e saj të vërtet. Ajo ka ndarë një foto me të sot në Insta Story nga pushimet në Dubai, duke shoqëruar postimin me këngën emblem të çifteve All of Me të John Legend. Me njëherë pas kësaj të shumë kanë qenë fansat e saj që i kanë përgëzuar, por në komente nuk kanë mjaftuar as ata që nuk e pëlqejnë Zhenetën, teksa në postimin e fundit i kanë shkruar se Bisha me të vërtet që nga me fytyrë fëmije, duke lënë edhe komente negative të cilet Zheneta ka vendosur të mos ju përgjigjë.